Lugina e Preshevës ka nevojë për më shumë mbështetje nga Shqipëria dhe Kosova. I vetmi deputet shqiptar në parlamentin e Serbisë, Shuaib Kamberi, mendon se duhet të ndodhë kështu, pavarësisht orientimeve të ndryshme që vijnë nga Beogradi. Synimi strategjik është që t'jepet një frymëre e Luginës e të ngrihet në një nivel tjetër bashkëpunimi me institucionet shqiptare. Sipas deputetit shqiptar në Serbi, Shuaib Kamberi, Beogradi prej vitesh e ka diskriminuar Preshevën dhe ka ardhur koha që kjo Lugin duhet jetë pjesë e trunkut kombëtar. Angazhimi dhe synimi jonë në vazhdimësi është që të ketë, si që thëmë në të parullën, të ketë sa më tepër Shqipëri dhe sa më tepër Kosovë në Luginë Preshevës. Pavarësisht intencave të fundit që na vinë nga qendra në Beograd që do të orientohemi ndryshe dhe jo këndej, por synimi jonë dhe orientimi jonë strategjik është ky, që të kemi një bashkëpunim sa më të thellë me institucionet e Republikën e Shqipërisë dhe institucionet e Republikën e Kosovës, dhe prandaj edhe kjo organizim dhe kjo që do të ndodhë sot këtu në Preshevë është me rëndësi të madhe për të dhënë një frym të re dhe një shtytje më të madhe Luginës Preshevës, e cila gjendet në një situatë të vështirë për shkak diskriminimit shumë vjeçar nga Beogradi. Megjithatë, është shekulli i shqiptarëve, prandaj pavarësisht vështirësive, ne besoj do t'ja dalim, të triumfojmë dhe që edhe Luginën e Preshevës ta bëjmë pjesë pandashme të trungut përbashkët kombëtar. Është vështirë kur je në opozitë, qoftë në shtetin tënd. Është vështirë kur je opozit në një shtet tjetër dhe është vështirë sidomos në një ambient politik i cili faktikisht shqiptarët i sheh si armikun më të madh. Pra thjesht është një ambient i atill politik i cili menaxhohet nga pushteti, distribuohet nga mediat dhe fatkeqësisht edhe nga vetë opozita e cila quhen veten pro-evropiane, nuk ka një program qartë sa i përket bashkëpunimit me pakicat e në veçantë me shqiptarët. Deputeti i Maqedonisë së Veriut, Bekim Çoku, theksoi se edhe ky takim duhet të përdoret për të ngritur disa nga problematikat që ka Lugina e Preshevës me shpopullimin, mungesën e investimeve apo edhe me varfërinë e tepruar. Çoku tha se Shqipëria dhe Kosova duhet që të angazhojnë edhe më shumë për këtë pjesë të shqiptarizmit. Atëherë unë jam mirënjohës për ftesën këtu në Preshevë, është edhe për mua hera e parë që vi këtu edhe jam shumë i lumtur që pritem nga kryetaria e komunës Preshevës Ardita. Ne këtu, edhe pse kalojmë 2 kufi, 3 kufi edhe përsëri gjejmë shqiptar, është një kënaqësi e veçantë, por gjithsesi ky rast duhet përdorur edhe për vetëdijesimin e problemeve politike që ka Lugina, sidomos me pasivizimin e adresave, që bëhen këtu me shpopullimin e vendit tu, me mungesë të investimeve, vërehet tu që ka një varfëri pak të theksuar, pra shteti shqiptar dhe Kosova duhet angazhohen më shumë. Kemi një angazhim nga shteti Kosovës me shumë investime që bëhen këtu, edhe shumë fonde që ndahen për studentët nxënësit. Edhe Shqipëria është e angazhuar, po siç duket jo mjaftueshëm, duhet një angazhim më të madh në gjitha fushat, kështu që të shohim një Preshevë, një Luginë më të pasur, më të begatë. Kënaqësi që jemi këtu. I pranishëm për herë të parë në Preshevë ishte edhe Bilal Kasami, kryetari i komunës së Tetovës, që falenderoi shtetin shqiptar për organizimin e këtyre aktiviteteve, ndërsa theksoi se Nën Tereza i bashkon shqiptarët. Faleminderit Ardita për këtë ftesë që këtu në Preshevë me i bë bashkë gjithë shqiptarët. Vërtet që është një emocion i veçantë, me u njoftu, me u taku dhe me bashkëpunu, dhe ky emocion është edhe më i veçantë kur jemi këtu në Preshevë, prandaj faleminderit edhe shtetit shqiptar për krahjen e këtij manifestimi edhe panairit të librit, edhe ditës Nën Terezës, e cila është simbol i bashkimit jo vetëm të shqiptarëve, por të gjithë botës, kështu që nuk ka një ditë më të mirë se këtu në Preshevën e shqiptarëve të bashkohemi me projekte të kulturës, me projekte të cilat na bashkojnë. Edhe një herë faleminderit Ardita, faleminderit gjithë kryetarëve të bashkive nga Shqipëria, nga Maqedonia e Veriut, nga Kosova, që sot jemi bashkë këtu në Preshevë.